الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës. Në gjumon e kalume kemi folë për disa ibadete të cilat janë shumë të lehta, po që shpërblimi është shumë i madh. E zakonisht njerëzit i neglizhojnë gjërat e vogla. E ne në historinë islame e mësojmë që shumë njerëz e kanë fitu xhenetin duke punu vepra që në sytë e tonë janë vepra shumë të vogla, shumë të lehta. Prandaj, çka jep me kuptu kjo? Që na asnjëherë nuk duhet me i neglizhu veprat e vogla, veprat e lehta. I kemi përmend veprat të cilat bëhen përmes gjuhës, e që na i marrin 1 minutë, 2 minuta, po se vape shumë të mëdha. Vepra e fundit që kemi përmend është kur thirret ezani na me ja përsërit fjalët e ezanit. Dhe pastaj kur përfundon ezani, na me e bë duan, lutjen e ezanit. Ai i cili e bën këto, në hadithet më të sakta transmetohet se do ta ketë ndërmjetësimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Muhammedi alaihi salam, shëmbëtyra jon, edukatori jon, pejgamberi jon, do të ndërmjetësoj për ne para Allahut madhnushëm. Se cili kena nevoj për ndërmjetësimin, shefatin e pejgamberit a.s. Duaja e zonit as 20 sekunda nuk t'i merr me e thonë. E keni të shkrune aty para hymjes e zonit. 5 minuta një dit me elon telefonin mos me përdur, e mësën që duan e zonit, e cila as ka qëtë shpërblimin madhështor. Po na i neglizhojna, prap po du me e cek fjalin që e kam cek gjumon e kalume. Kena problem shumë ne fetarët me gjërat që i dim edhe me gjërat që i praktikojmë. Te e din që filan çështja është e mirë, edhe duke e dit me ndonë se te e ki praktiku ato. Është një, do më thonë, një dallim shumë i madh mes asaj që e dim edhe e veprojmë. Na e dim që është mirë me thonë subhanallah, se vapi i madh. A mos so thojmë, na e dim që në ditën e gjuma, kush thot Allahumme salli ala Muhammed, shpërblehet shumë fish, bereqeti ju rritet, pejgamberi alayhis salam ja kthen selamin. Sa e praktikojmë na salavatin ditën e gjuma? Shumë pak. Dhe më thonë na, kur ta dim një gjë, mendojmë se edhe e banëm që ato. E duhet mja cek vetë vetës që pse e din filan gjëjën, a je duke e vepru. Sepse me të vërtet në shikim të por, duket si kur ders shumë i nivelit të ullët. Në fakt është, ne do duhej këtu me i dite, me i praktiku edhe me kalu në nivelet më të larta të fetarijës. Po gjendjen që e kemi që na vetëm i dim, ama ju që se i praktikojmë këtë gjëra. Shpesh herë na hasëm që kur thirret e zoni bëhet muhabeti më i madh në xhami. Kur të përfundon e zoni, nuk bëhet duaja e zonit. Prandaj, qëtu çka i dim duhet me i praktiku për me e marrë shpërblimin. Tash kalojmë në ibadete tjera të lehta, po që bëhen përmes
gjymtyrëve. Njën nga ibadetet që nuk është e rëndë, po për çët ku për neve nuk jena duke e praktiku, fatkeqësisht është mbajtja e lidhjeve farefisnore. Është ibadet ndaj Allahut madhnushëm. E shton rrezikun, e shton lumturinë. Ligje ka bën Islami. Ai i cili mban lidhjet farefisnore, e shton rrezikun, bereqetin dhe e shton lumturinë. So prej nesh bojmë vizita familjare, duke e po që jeta dinamike ka ndiku shumë të na i kena reduktu shumë. Edhe në Bajram ndoshta na vje kogjo mërzi me i bo ato vizitat e me na orë dikush. Gjenerata e vjetër për këtë pjesë janë shumë për mashallah. Gjenerata e re jemi drejt humnerës në këtë aspekt. Për arsye se edhe nëse e bojmë kogjo me vështërsi. Allahu në Kur'an e boni ligj, lumturia dhe rreziku shtohet nëse na i mbajmë lidhjet farefisnore. 5 minuta me shku te vllaut, 5 minuta me shku te migja, 5 minuta me shku te halla. Përmes gjymtyrëve ibadet i lehtë, a mos problem shumë të madh. Këtë na në dynjë angazhume që me pos një jetë më të lumtur, një jetë më të mirë. A mo e harrojna kudin e lidhjes shpirtërore që fitohet pastaj lumturia. Mbajtja e lidhjeve farefisnore. Pastaj a doni t'ju tregoj, ka thonë, një ibadet i cili është më i mirë se sa sadaka dhe më i mirë se sa agjërimi. Pajtimi i njerëzve ndërmjet vete. Ti me u bon shkaktor me i pajtu 2 njerëz. Është më e vlefshme se sa agjërimi dhe se sa sadaka. Sepse është kulminacioni i devotshmërisë. Agjërimi ka orë për devotshmërinë, për qëllimi është devotshmëria. Pajtimi i 2 njerëzve të ban më me vlerë se sa i cili ka agjëru. Prandaj, na shpesh hasub njerëz të cilët janë shkaktor me i hidhru 2 njerëz, jo me i pajtu ata. Na kena fetor që vjen xhamia i dhënon tjetrin. E që kjo është problemi me fetorët, muslimanët, të cilët vetëm e din filan çështjen, ama nuk është në praktik kërkon me ato. Ne duhet me u kthy te praktika, te veprimi i veprave të mira, për me post pastaj edhe bereqetin e tyre. Një ibadet tjetër madhështor, që është i lehtë e që ka shpërblim shumë të madh, është vizita ndaj atyre të cilët janë të sëmur. Me shku me vizitu një të sëmur. Islami e bëri ligj, ai i cili shkon e viziton një të sëmur, mira melek luten për atë person. E na e dim që me loqës asnjëherë nuk i refuzohet lutja. Asnjëherë nuk i refuzohet lutja. Cili prej nesh nuk ka interes me u lut me loqët për ty, për atë person? Prandaj nuk duhet me i neglizhu çdo veprat e vogla. Një prej shenjave të kiametit është që me u shkëput lidhjet farefisnore, mos me mbajt lidhjet farefisnore, mos me dashti me shku tek tjetri me nejt që shka nejt për para që e përmendin gjenerata me e vjetër. E na duhet, do me thonë mesazhi i kësaj prej shenjave të kiametit është që na so ma shumë mos me u kon pjesë e qasaj. Sepse çatëherë pritet kiameti. Kiamet nuk duhet me mendu veç komplet prishja e botës, që mendojmë në aspektin klasik. Po kiamet është për një person i cili s'ka marak me shku tek tjetri.
ju ka mbjell në shpirt sa ma i vetmuar, veç me familjen e vet, që jemi krejt që to jemi në qëtë pikë. Sa ma pak vizita ndaj të sëmurve, që kjo është qaj kiameti, sepse prej qësoj humbet lumturia. E kur të humbet lumturia, kiamet. Hadithi kutsi. Allahu në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, po thot, i thot robit, u sëmura on, e ti nuk e erdhe me më vizitu. Kështu ka ardhë. Robi i thot, po qysh me orë më të vizitu ty, ja Rab? Ti është Zoti i botrave, krijuesi i gjithësisë. Thot, filani kur është sëmur, ti ke mujt me shku me vizitu, amo nuk i shku me vizitu. Po të shkoje, ta vizitoje, do të më gjeje mu aty me mshirën time. Pastaj thot, u gjenda në një gjendje urije, dhe ti nuk me ushqeve, po si me të ushqy ty, ja Rab? Thot, filanin e ke ditë që është i varfër, e ndoshta nuk ka me ngron, e ndoshta nuk ka pasuri për gjërat elementare të ti. Ki mujt me ndihmu, po nuk i interesu. Po të shkoje të interesoje, do të më gjeje mu me mshirën time aty. E pastaj thot, prap vazhdon, filani u gjend në një gjendje të etur, ti nuk ja shuve etjen ati. Janë disa gjëra pra shumë të vogla, amo shpërblimi është shumë i madh. Ne e dim, e kena dëgju shumë shpesh atë rastin që i ka dhonë ujë një kafshës me pi, e cila ka qenë shumë e etur, edhe prej kësaj vepre e ka fitu xhenetin. Pra janë disa gjëra të cilat në sytë tunë janë shumë të vogla, amo shpërblimi është shumë i madh, edhe s'duhet me i neglizhu asnjëherë. Po edhe të kundërtën. Edhe të kundërtën. Nëse një gjuna na e llogaritëm si gjuna të vogël, s'ka problem se është gjuna i vogël. Llogaritja jonë, mendimi jonë për një gjuna se është i vogël, është gjuna i madh. Që kjo mendimi jonë se hajtë se është gjuna ma i vogël që kjo është gjuna i madh. Ai pra mbetet gjuna i vogël, po ti që e ke mendu këto, hajtë se kur gjon, edhe neglizhenca jote ndaj Allahut të madhnushëm përbën gjuna të madh. Po edhe veprat pra të lehta që në sytë e tonë janë shumë të lehta, shumë të vogla, ato tek Zoti shpërblehen shumë. Secili prej nesh është mirë me eduku vetveten e vet, që çtu vepra mos me i lan 5 minuta në ditë, mja bo kusht vetës, 5 minuta ndoj për Allahun e madhnushëm, me i bo qëto vepra, se shumë janë vepra të vogla. Bojtja lidhje farefisnore, munësh edhe me një telefon, me një 2 minutë që të vogël me i thirë krejt familjartë, me i përshëndet, veç deshta me ju përshëndet gjithve. E mbjell lumturien tek ata, tek ti, edhe kështu mbohen lidhet farefisnore, me pak punë. A në cilën gjendje jemi na, që s'vjen shprehje, heq, as me shku, po as në telefon. Pastaj, heqja një pengese të vogël prej rrugës. Pjesë të besimit e ka bon Allah i madhnushëm. Shkolla më e lartë e besimit, fjala la ilaha illallah, me besu drejt që nuk ka zot tjetër përpas Zotit madhnushëm. Dhe shkolla më e olt, me heq një pengesë nga rruga. So pengesa shuhum na në rrugë, so jena njerëz të cilët kontribuojnë me ndryshu një pengesë, një gjë të keqe në shoqërinë tonë. Na kur smujna me ndryshu një gjë shumë të vogël,
Qysh pretendojnë se jena fetare, musliman të mirë, shkollën më të lartë? Kur ti shkollën më të ulët, nuk ke arrit me kalu. Ose e neglizhon, hajtë se kur gjonë son. Pastaj, prej veprave madhështore e që shpërblehet shumë, kanë ardhur në transmetimet më të sakta, që një person I cili e fol namazin e sabahut, edhe pas namazit të sabahut me xhamat, nuk flam njëherë, po qëndron ose ban dhekër, ose ban bised me dikë, po biseda të mira, biseda me vlera, jo me përgoju tjetrin. Ti mundesh me fol sabahun, me xhamat, me dal me pini kafe pas sabahut me një shok tonin, po me fol për vlera të mira, me fol për Islam, me fol për Allahun, me fol për diturit ndryshme. Deri sa të lind dielli, që është një proces 45 minuta, ndoshta, deri sa të lind plotësisht dielli. Dhe pastaj me I fol 2 recate. Ka orë në transmitimet më të sakta, ky person do ta ketë shpërblimin e haxhit dhe umrës krejtësisht, plotësisht 3 herë ka orë. Për me konfirmu që me të vërtet do ta ketë shpërblimin e haxhit dhe umrës. Para mendoni çfarë shpërblimi madhështor. Për çdo ditë e kemi këtë mundësi. Na e dim që e kemi këtë mundësi, po sa e veprojmë këto? Shumë pak e veprojmë. Prandaj janë disa ibadete shumëta që janë shumë të lehta, por që na I neglizhojmë, a shpërblimi është shumë I madh. Secili prej nesh mundohet me kry haxhin, që është shpërblim madhështor. Të fshihen krejt gjunat, bëhesh sikur kur të ka lind nana, pa asnjë gjuna. E na çdo ditë kena këtë mundësi, se kështu ka premtu pejgamberi alayhis salam. Ai cili fol sabahun me xhamat, pastaj pret dhe ban dhikr, ban biseda të mira për vlerë, e ka shpërblimin e haxhit dhe umrës plotësisht. Prandaj e lutë Allahun e madhnushëm që t'jemi prej atyre që nuk I neglizhojmë disa vepra të vogla, ama që shpërblimi është madhështor. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.